në shumë rrugë të qytetit. Prej kohësh po zhvillohen punime nga operatorët të ndryshëm, qoftë për rrjetin e ujësillësit, kanalizimit, energjisë elektrike apo telekomunikimit. Megjithatë, shqetësues mbetet fakti se pas përfundimit të këtyre ndërhyrjeve, rrugët pothuajse asnjëherë nuk rikthehen në gjendjen e mëparshme. Kamera e televizionit syri ka regjistruar sot pamje të reja ku shihen qartë segmente të dëmtuara të asfaltit, hapësira të pambyllura siç duhet dhe ndërhyrje të pakonsoliduara që rrezikojnë sigurinë e pjesëmarrësve në trafik. Banorët shprehen të pakënaqur me gjendjen e krijuar duke theksuar se përveç dëmtimit të automjeteve, këto rrugë paraqesin rrezik edhe për këmbësorët. Sipas tyre, mungesa mbikëqyrjes dhe përgjegjësisë nga ana e operatorëve po e rëndon përditshmërinë e qytetarëve. Qytetarët prapa kamerave kërkojnë reagim urgjent nga autoritetet përkatëse në mënyrë që të parandalohet degradimi i mëtejshëm i infrastrukturës rrugore dhe të garantohet siguri më e madhe për të gjithë.